koti duhet të marrë shënime, në ratë të parë, edhe i shikosh, hapurazi, bashkohesh, me të vërtetën, largohesh nga palishmëria, dhe hynë në beslidhje me Zotin Jahwe, dhe ta thotë vllai hapurazi si hynë në beslidhje, ndalon së shkelu ligjin, në zemrën tënde, e vendos që unë nuk ta shkel sabatin, sepse mëkatja e shkelja e sabatit, e urdhrimeve ngrenja më të pastërt, po të shkelit është mëkat. Levitiku 11 po të shkelit, ku është ngrenja për neve, po të shkelit është mëkat. Masandaj pendohesh në të mirën tënde të mushme, thua tani unë nuk do punoj me në sabat, do ha pastër, do mësoj festat tënde biblike, do largohem nga idhujtaria, nga immoraliteti, dhe masandaj thot, do jemi çdo sabat, që sta në vepra 15 për të mësuar, për të mësuar. Por kur takimet janë si ditë e veçuar nga Ati e beslidhjes së përjetshme, shenjë beslidhjes së përjetshme, sabati dhe festat e tija, kur ti nuk je në sabatin, ku je diku tjetër, o je punon ose nuk do se pranon fare ligjin e Atit që brenda e sabatit. Ku që akoma nuk ka ndodhur pendimi. Ne më thoshte mazandaj një familjar tim thoshte, po ja, pagëzimi është kështu, por nuk është në atë mënyrë. Pagëzimi do të në një person do të pendohet nga shkelit e ligjit, sepse mbasi u pagëzuar nuk mund të shkeli ligjin mbas 2-3 ditësh me dashje. Ajo nuk është pagëzim. Ajo është larje. Dhe në atë larje nuk merr frymën e shenjtë, sepse nuk je penduar po nga shkelit e ligjit. Dhe zemra e vërtetë e përulur zbaton ligjin dhe Ati jep frymën e shenjtë. Sepse nëse i drejti është, nëse thot, tash është i drejti thot biri i Zotit Elohim, ai do ta ndihmojë atë, do ta çlirojë nga dora e kundërshtarëve të tij. Okej. E prekëm pak më parë. Psalmi 34:7. Engjëlli i Jahwe është i vendosur për rreth jetës së tij dhe i çliron. Për ata që kanë frikë thot. Për ata që kanë frikë. Babai i tij Davidi tha, babai i Solomonit, në Psalmi 34, e prekëm pak, jakut. Engjëlli i Jahwe zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij, që zbatojnë ligjin dhe i çliron. Dhe i çliron. Ky është libri i Solomonit. Nuk është fjalë të urta. Është libri prap shtesë i fjalëve të urta. Në këtë rast janë prapës urtësia Atit. Duhet urtësia e Solomonit. Libra që hoqën farisejtë, shekullin 3, 2-3. Ati çliron nga kundërshtarët tanë kur ti ecën drejt në zbatim të ligjit. Le të avem në provë me fyret dhe tortura, le të zbulojmë sa i butë është dhe të vem në provë durimin e tij, thonë në kundërshtarët. Le ta dënojmë me vdekje të tushme se sipas asaj që ai thotë, ai do të mbrohet. Kështu arsuetuan ata, por u mashtruan, sepse ligësia e tyre i verboi. Dhe sa ka verbuar sot në Shqipëri për citime të tilla që sa po prekëm, që janë të mbushura. Çfarë thanë? Në fillim, çfarë tha? Le të dalim në pritje, thot, për këtë person, sepse ai është i papërshtatshëm për ne. Kundërshton veprimet tona, na qorton për shkelet e ligjit, mëkatet kundra ligjit, dhe na akuzon për shkelet e ligjit që janë në edukimin tonë, në mësimet tona. Ai pretendon se ka dhe quan veten fëmijë të Jahwe. Ndërkohë thot, vetë pamja e tij është një barë për ne, me të dalë shikuar fytyrën e tij, thot ne azut e adim, thot zemërohemi, që barë për ne. Sepse mënyra e tij e jetesës është ndryshe nga ajo tona dhe ai thotë që rrugët në këtë rast rrugët e tij janë jo ai thotë, po ata thonë që rrugët e tij janë të çuditshme. Rrugët e këtij personi që zbaton ligjin, normal duken të çuditshme nga të tjerët. Ai
Ose në tha, ne konsiderojmë prej tij si diçka e ulët dhe ai shmang rrugët tona në këtë rast dhe thotë që janë të papastra. Normal, skelet e ligjit, njollosja, ndërkohë Psalmi 119 thotë për të ecur pa njolla, jo të ndotesh, jesh i pastër dhe të zbatosh ligjin. Ndërkohë këta u mashtruan sepse ligësia e tyre i verboi dhe ata nuk i dinin qëllimet e fshehta të Elohim, as nuk shpresonin për shpërblimin e shenjtërisë, as nuk dallonin çmimin për shpirtrat e pafajshëm, sepse Elohim e krijoi njeriu për paprishje dhe beri atë sipas shembulltyrës së përjetësisë së tij. Por nëpërmjet zelisë së djallit vdekja hyri në botë dhe ata që i përkasin palës së tij e përjetojnë atë. Skelet e ligjit të çojnë në zilin e djallit në vdekje dhe e përjeton atë liçenin e zjarrit mësandaj. Por shpirtrat e të drejtëve janë në dorën e Elohim. Kapitulli 3. Shpirtrat atyre që zbatojnë ligjin janë në dorën e Atit Elohim dhe asnjë mundim nuk do t'i prekë kurrë. Tu po flet për përjetësinë vëlla motër. Mundime do kemi tani, këtu po flet që asnjë nuk do t'i preki kurrë. Janë fjalë kyçe. Asnjëherë, kur ti më ringjallur, sepse ata zbatonin ligjin dhe janë në dorën e tij. Do t'i japi jetën e përjetshme, si tha Ati Jahve në Isaia 51. Ju që keni ligjin tim, thot, në zemrat tuaja, ose mërzitni, thot, për ata që çojnë fryre të rënda. Shiko tash fryre të rënda. I pam këtu tëra këto fryret hapurazi, mashtrimet dhe ligësia që verbon. Në sytë të pamendve ata dukeshin si kur kishin vdekur. Normal dukemi nga të tjerët. O ata janë larguar nga besimi. Çfarë besimi? Në besimin tënd nuk jemi në besimin tënd në atë parë. Jemi në besimin e Jahve, në këtë rast dhe birit të tij, Mesias Jashuas, Krishti të vërtetë të Biblës. Nuk merrem me palishmërinë, për sa më përket mua. Nuk merrem me shkelet e ligjit, me dashje. Nuk kemi të përsosur. Kur bien me shkelet e ligjit, pendohemi, nuk i bëjmë. Rrëfejmë mëkatin nga shkelja e ligjit dhe masandaj Ati na pastron. Dhe vazhdojnë të ngulmojmë në ligjin e tij ditë e natë. Në sytë e pamendve ata dukeshin si të vdekur, kishin vdekur dhe largimi I tyre mendohej si një vuajtje. Largimi I tyre nga ne si shkatërimi I tyre, por ata janë në paqe, si Abrahami, si të tjerë. Këtu po flet kur një person goditet dhe ndron jetë ishte I drejtë, të tjerët gëzohen, thot. Dhe menduan që largimi I tyre nga ne ishte si shkatërimi I tyre. Shikon ata goditën tani janë fajtorë. Ndërkohë, thot Ati Jahve, thot, ata po qëndrojnë për të marrë rrobën e drejtësisë si Abrahami për të tjerët, janë në paqe atje në komportamentin e të drejtëve. Sepse megjithse në sytë e njerëzve u ndëshkuan, shpresa e tyre është plot pa vdekësi. Shpresa e tyre është plot pa vdekësi. Ti duhet të kesh një dëshmi që ky libër është shkrimi I tij me gjëra që po flet që nuk I ke dëgjuar as ti as unë dhe mbushesh nga fryma e shenjtë. Nëse ke një zemër. Duke u disiplinuar pak, ata do të marrin të mira të mëdha. Folën për disiplinimin, zbatimin e urdhrimeve, qëndruan alert, I rezistuan rrezikut, thot profeti Ezra, që mund të mbajnë ligjin e ligjvënësit. Sepse Elohimi provoi dhe I gjeti të denjë për veten e tij. Si ari në furr I provoi dhe si një ofertë e djegur I pranoi. Do kenë këto gjëra vëllamotre që do ndodhen në jetën tonë. Ati do na provojë si ari dhe do na japi mazandaj si një ofertë ndaj disa gjërave. Por është urtësia e papërshkrueshme e tij që neve nuk duhet të dëshpërohemi dhe në ato momente, sepse aty Ati po e bën mazandaj për një diçka që është e pa llogaritshme në mendjen tonë.
që mund të jepes si një ofertë, mund të provohesh për shumë gjëra, mund të goditesh për shumë gjëra. Por si tha Tobiti, e madhi është shpërblimi i lartë, i madh është shpërblimi, thot. Ndërkohë e tha Mesia mos andaj mbas 1000 vjetësh mbas Tobitit. Mateu 5:5, ata që përdiqen për drejtsinë duke mbajtur ligjin, thot, gëzoni dhe shpërblimi tuaj është i madh në qiell, thot. Ndërkohë ai citovi ndoshta Tobitin, për nesër. Në kohën e vizitës së tyre, ata do të shkëlqejnë dhe do të vrapojnë si shkëndia në përkashtë. Ringjallja, profeti Ezra në librin e 2 të tij e thot aprazi, që do shkëlqejnë më tepër se dielli. Do të vrapojnë si shkëndia në përkashtë, thot. Ata do të qeverisin kombet dhe do të sundojnë mbi popujt? Çfarë tha Mesia? Kanë dhënë autoritet mbi kombet dhe qytetet dhe popujt. Dhe ju do të mbretëroni, tha, mbi ta, dhe si, dhe Yahweh do të mbretërojë përgjithmonë mbi ta. Ju ta kishe për nëse vasë. Ata do të qeverisin kombet, do të sundojnë mbi popujt, me ligjin e atit Yahweh, Isaia 2:3, Malaki 4:2, Isaia 66, 20-23. Me autoritetin që ringjallja e Mesias na dha dhe neve ju afruam atin nëpërmjet tij dhe masandaj mbajtëm ligjin e ligjdensit dhe morëm shpërblimin dhe disa do qeverisin kombet. Do të sundojnë mbi popujt. Që në filluar me 1000 vjeçarin, që sot nuk flitet. Ka do flitet? Hoqe ligjin, që do flasësh? Filozofi do flasësh. Po të eqesh, ligjin nuk ka as 1000 vjeçarit, janë të tëra figurative të Agostinit të Hipos, ja këto janë simbolike, janë shëmbëltyra, por realisht janë atje, por janë në mënyrë figurative, kaq, dhe ndodhen atë kohë. Kështu ja vjen, ndodhen atë kohë. Ndodhen atë kohë? Ka ndodhur shumë gjëra atë kohë me filozofitë platonike që dha Pitagora, Agostini të Hipos dhe u shpërndanë, pastaj Luteri dhe Calvin që citojnë Agostinin e Hipos me zellë citojnë në shkrimet e tyre. Ata që i besojnë atij do ta kuptojnë të vërtetën, Zotit Yahweh, dhe besimtarët do të qëndrojnë me te, me atin Yahweh në dashuri. Sepse hiri dhe mëshira, ishte hiri më përpara? Jo, çan të gjëra këto, hiri në vepra 2, u thonë, ndërkohë erdhi fuqia e frymës së shenjtë dhe fryma ishte më përpara se vepra 2. Sepse hiri dhe mëshira janë mbi të zgjedhurit e tij dhe ai ruan shenjtorët e tij. Shenjtorët që zbatojnë ligjin, ata i mbron ati, janë të mbrojtur që zbatojnë ligjin. Sefenia 2 ka thënë aprozi, e prekëm dhe më përpara, Sefenia 2:3. Sefenia 2:3, Psalmi 34:7, njëjtin gjë. Engjëlli i Yahweh çliron, është mbi ta, i mbron, dhe ti në atë ditë dhe unë nëse zbatojmë ligjin tani, do mbrohesh. Në ditën e zemërimit do mbrohesh. Dhe i urtë. Të gjithë ju të përuluri që zbatoni ligjin e tia. Që zbatoni ligjin e tij. Kërkoni zbatimin, thot, drejtsinë nga ligji, thot. Vazhdoni të marrni për ndoshta do të jeni të mbrojtur në ditën e zemërimit të Yahweh, për ju të dheu që zbatoni ligjin e tij. Dhe dita e zemërimit nuk ka ardhur akoma, ti e di këtë gjë. Është kur do vi Mesia, dita e zemërimit, do filloj me shtrëngimin e madh, dita e zemërimit në lloj-lloj intensitetesh, por masandaj kur vjen Mesia është një intensitet i madh. Ndërkohë ligji i atit të mbron ty në ditën e zemërimit, se po e nderon krijuesin e qiellit tokës, që Mesia e nderoi, por me të përmendur ligjin, me njerë cënohet masandaj apo ja besimi ka ikur. Kush tha se ka ikur besimi?
Mesia Jeshua mbajti ligjin dhe prandaj është çështja e zbatimit, është çështja e frutave që neve kemi, jo çështja e deklarimit të besimit. Sepse besimi mazandaj reflekton në gjërat që ti zbaton. Por të pabesët do të ndëshkohen, tani të pabesët kanë braktisur ligjin, siç e meriton arsyetimi i tyre. Ata e shpërfillën të drejtin që zbatonte ligjin. Okej, më falni. Ata e shpërfillën të drejtin dhe u rebeluan kundra Yahweh. U rebeluan? Okej. Si ndodh rebelimi vëlla motër? Ta tha Isaia 30, e lexuam që në fillim. Rebelimi. Një popull që është rebel dhe gënjeshtar, çfarë bëjnë? Nuk duan t'ia dinë, të dëgjojnë ligjin e Yahweh. Ja ku e ke rebelët. Tani, a duhet të flasim diçka më tepër çfarë ndodh në jetën tonë ku jemi me atin, që rilindja e vërtetë në popullin tonë shqiptar nuk ka ndodhur akoma? Ka citime lartë e poshtë për çdo lloj manipulimi që heqin ligjin. Është shumë e thjeshtë, normal që në YouTube dhe në Facebook skartohet një person. Por, a mund të skartohemi nga Zoti Yahweh? A mund të fshihemi atij? Megjithëse do jemi hapur. Do jemi hapur për të thënë të njëjtat gjëra. Nxjerrë një vëlla një motër shqiptar që është kombi tonë në rrugën e drejtësisë, nëse ai apo ajo ka një zemër, nëse ai apo ajo ka një zemër. Pamë që në këtë rast ishte çështja që rebelët u rebeluan kundra Yahweh dhe këta po flet për gjykimin e përjetshëm. Dhe nuk do gëzojnë banesat, nuk do hyjnë në banesat e tyre. Dhe dimë që rebelët, siç ti e shikon në ekran, ke të bësh me ata që nuk duan t'ia dinë, një popull rebel që nuk duan të ndëgjojnë ligjin e Yahweh dhe këta janë gënjeshtarë. Tani, ku i shikon këtë punën e të qenit gënjeshtarë? Dhe vllai po të ndihmon, okay, të ndihmon një varg tjetër përfrusues që ti do ta kuptosh dhe është fundi i Biblës. Kur bëhet fjalë për punën e të qenit gënjeshtar apo jo? Okej. Fillon vargun 14 në fund të Biblës dhe zbulesa 22. Bibla po mbaron dhe ti e shikon ekranin tënd, më lejo ta zmadhoj pak. Tani të bekuar janë ata që zbatojnë ligjin e tij, urdhrimet e tij, sepse kështu ata do hyjnë për të marrë nga druri i jetës edhe për të hyrë në portat e qytetit. Tani jashtë janë qentë. Mësandaj, qentë ka fjalën ata që janë rebelë. Magjistarët, kurvarët, vrasësit i dhujtarët dhe kushdo që do dhe zbaton gënjeshtrën. Zbaton gënjeshtrën. Tani, zbaton gënjeshtrën, neve e pa më pak më përpara, me lejo, po, gënjeshtrën. Tani, ishin disa bie gënjeshtarë që nuk duan të dinin për ligjin. Tani këta në ekran praktikuan, shikon në fillim të vargun 9, praktikuan gënjeshtrën, praktikuan mos zbatimin e ligjit. Nuk doni ta dini fare të dëgjoni për ligjin e Yahweh. Ndërkohë që kemi në zbulesa 22 që i dishin disa grupe personash që donte dhe zbatonte. Dhe ti do dhe zbaton atë gënjeshtra, atë praktikën e shkeljes së ligjit. Nuk të detyron njeri. Shkeljen e sabatit, shkeljen e festave, ti e zbaton atë gënjeshtër. Sepse ka një frymë rebele që nuk do të di për ligjin. Okay. Normal që goditën mas në të drejtit, sepse këta persona u rebeluan ndaj atit Yahweh. Sepse kushdo që përçmon urtësinë
dhe udhëzimin është i mirë. Presa e tyre është e kotë, mundimi i tyre është i padobishëm dhe veprat e tyre janë të padobishme. Gratë e tyre janë të pa mendura dhe fëmijët e tyre të këqij. Pasardhësit e tyre janë të mallkuar. Si rezultat, sepse kush e kishte fajin këtu, vëlla motër? Drejtuesi i familjes. Drejtuesi i familjes do të drejtonte tani, normal që motra, ta them, siç e thonë Tobiti apo gruaja e tij duhet të jetë e përulur për të mësuar ligjin. Por kur po fliste për punën e rebelimit, që këta u rebeluan. U rebeluan do thotë, siç e pamë, një popull rebel, gënjeshtarës që nuk do ta dinin për ligjin. Ja ku ke rebelimin. Që është si mëkati i magjisë dhe kokëforcia është si magjia dhe idhujtaria. Thoshte profeti Shemuel, para e profetit Shemuel 15:23. Rebelimi është si mëkati i magjisë. Mëkati i magjisë, okay, ishin disa magjistarë. Dhe është si mëkati i idhujtarisë, sepse ishin disa idhujtarë që u rebeluan kundra ligjit. Dhe normal që gënjeshtarë, sepse nuk duan të dinin për ligjin, dhe ishin gënjeshtarë. Ndërkohë në jeshile është fryma e shenjtë. Kurse sot duan gudulisje, gjërat e këndshme. Na profetizo këto gjëra, ndërkohë ato janë gjëra mashtruese, thotë. Sepse nuk kanë frymën e shenjtë, bëjnë aleanca pak më përpara, tha, pa frymën time, thotë, bëjnë projekte, pa frymën time, thotë. Ndërkohë këta janë njerëz që tërë konteksti të ndron këtu ja. Nuk duan të dëgjojnë ligjin tim, thotë ati Jahwe. E pe vëlla motër që ata që zbatojnë ligjin do të qeverisin kombet dhe do sundojnë mbi popujt. Dhe Jahwe do të mbretërojë mbi ta për gjithmonë. Zbulesa 3 do qëndroj ati me ne për gjithmonë. Me ne. Thuaj një personi sot këtë gjë. I duket një gjë e çuditshme që Zoti krysu qiell tokës ta shikojmë dhe njerë. Ndërkohë Ezra e thot hapërse që do vrapojnë ata që majten ligjin e lidhensit, do vrapojnë të shikojnë fytyrën e atij që çfarë shërbyen thot në jetën e mundimeve dhe do shikojnë fytyrën e atit Jahwe që do mbretërojë me ne për gjithmonë ata që kanë zbatuar ligjin. Ndërkohë ata që nuk zbatojnë ligjin, rebelët thot janë të mallkuar, thot dhe familjet e tyre. Sepse e bekuar është gruaja shterpë, që është pa njollë. Pa njollë. Ti di që puna e të qenit pa njollë, siç e prekëm pak më përpara, por ritheksojmë për të qenë pa njollë, si në të rastë çdo person, siç Mesia ishte qingji pa të meta, pa të njollë, por pa njollë si ndodh, neve duhet ta kuptojmë në këtë rast si ndodh atë qenit pa njollë. Ja ku kemi pa njollë. Pa njollë hyn brenda dhe ke të drejtën nga druri i jetës, pema e jetës, dhe hyn brenda në qytetin e ri, Jeruzalemi i ri, ku zbret nga qielli i tretë. Një rrugë pa njollë ecën me ligjin e Zotit Jahwe dhe këta njerëz janë të bekuar. Se kanë një rrugë pa njollë, sepse kanë mbajtur ligjin e ligjdensit. Tani, normal që dhe motrat kur mbajnë ligjin e ligjdensit janë pa njollë. Dhe se për momentin ajo nuk ka fëmijë, thot, por është sjellja që ka rëndësi, thot. Është sjellja e saj. Po të eci me ligjin e Zotit Jahwe, ajo është pa njollë. Ajo është pa njollë kur ecë me ligjin e tij. Nuk ka hyrë në një bashkim mëkatar.
që nuk ka hyrë në beslidhje në shkeljet e ligjit, thot me një person tjetër. Ndërkohë, sot martesat, po ja, ai është besimtar ja, është besimtar protestant dhe ai është ungjëllor, unë jam ungjëllore dhe çfarë kemi mirë me atin. Ndërkohë është palishmëria. Që ti nuk do të jesh as ungjëllor, as të ditës 7, as të Jovait, as të Mormonit, as baptist, as reformist, as pentakostal, as mësandaj që kemi metodist, sepse janë ndarje të njeriu të palishmërisë së bishës së Romës, që akoma nuk praktikohet ligji, sabati, festat biblike. Çfarë festat janë? Ti del prej tyre. Del prej zjarreve, të etërve, të palishmërisë, dhe ecë në rrugën e ngushtë, si thoshte Kenga, si Abraham eci. Ajo që qëndron në ecje të ligjit, do të ketë frut. Kur Elohim do të shqyrtojë shpirtat në atë ditë me anë të birit të tija. Çfarë tha predikusi, themi dhe predikusve masandaj që janë të bashkuar me njëri tjetrin, predikusve të Luterit, ju themi dhe predikusve, siç doli që në fillim. Cila është tërësia e njeriut, që në atë kohë, siç ti shikon në ekran, ajo do shqyrtojnë këto shpirtra, në qoftë se kanë qenë panjollë duke ecur me ligjin e Atit, apo jo, që masandaj të marrin pa vdekshmërinë. Sepse e dime që në atë ditë Zoti Jahve do gjykojë çdo vepër që është e fshehur, qoftë e mirë apo e keqe, ta bëjmë me birin e tij, por të bekuar janë ata që kanë frikë nga Zoti dhe respektojnë urdhrimet e tij, të ligjit të tij, sepse kjo është tërësia e njeriut. Ajo është tërësia jote. Tani i pamët, kesh frikë, zbaton ligjin, engjëlli masandaj qëndron pranë teje, engjëlli Jahve të mbron, të çliron, se ti po tregon devotshmërinë tënde. Po tregon disiplinën tënde. Ndërkohë, janë vargje vetëm buçasin. Ndërkohë, thot një person dhe mund t'i shikojë, ti i thua, normal që një njeriu natyror që nuk është rilindur nga fryma, njeri që nuk ka hyrë në beslidhje, nuk i kupton gjërat që themi, se janë të kuptueshme frymërisht. Ti jep kuptueshmëri fryma kur e ke brenda, prandaj që nuk kuptojnë sepse nuk e kanë frymën brenda. Kanë frymra të tjera që dalin mazandaj dhe përdoren si vegël nga i ligu. I bekuar është edhe eunuku, Isaia 56, zbaton sabatet, hym në malën e shenjtë, si dhe neve. Masandaj të huaj do vinë, masandaj të sillen ofertat e tyre, Isaia 56. I bekuar është dhe eunuku, duart e të cilit nuk kanë bërë asnjë vepër të palishme. Nuk kanë shkelur ligjin në mënyrë me dashje, që nuk kanë kurdisur gjëra të liga kundra Jahve. Ndërkohë flasim kundra ligjit, po flet kundra ligjtenësit. Prandaj sot flasin dhe femra dhe burra masandaj që flasin në mënyrë të tillë, si nga Amerika masandaj apo në Shqipëri apo ke kudo, që flasin me të zbatuar ligjin, dalin frymrat. Dhe normal, nuk do satani të praktikohet ligji rruga e drejtësisë, ti je spanjolla, nuk e do ai. Persona që kanë ecur në ligjin nuk kanë bërë asnjë vepër të palishme, ati do t'i tregohet një favor i veçantë për besnikërinë e tij në një vend kënaqësie në tempullin e Atit Jahve. Do t'u bëj shtyllë në tempullin e Zotit Jahve. Zbulesa 3. Një vend kënaqësie të madhe, thot, do t'u bëj shtyllë, thot, do shërbeni, thot.
Priftëria që foli pak më përpara. Priftëria do qeverisin kombet dhe mbi popujt. Jemi në urtësia e Solomonit, një libër që është hequr nga Bibla në vitet 200 mbas ikjes së Mesias. Nga farisejt dhe bota masandaj mori përkthimet nga farisejt dhe mbajti Biblën me 66 libra. Ndërkohë Bibla nuk është 66 libra. Dhe ajo 66 e lejmë për momentin se nuk është një gjë. Prandaj duhen shtuar disa gjëra që i kanë hequr. Tu jemi urtësia e Solomonit 3. Urtësia e Solomonit. Është emri i tij vërtet, nuk ishte si thonë, Solomoni, si thonë, nuk se mbajmë tani. Si thonë në Shqip. Nëse, nuk më vjen tani. Mund të më ndihmoj një nga motra. Si thonë në Shqip. Sepse është aty. Salmoni e diçka, nuk e di si thonë nëse. Sepse fruti i punës së mirë është i njohur dhe rrenja të kuptuarit nuk shuhet. Fruti i punës, normal, po zbatove ligjin, thot ato gjëra nuk hiqen prej teje. Dhe janë të njohur për atit. Dhe nuk janë hequr, nuk shuhen. Por fëmijët e kuroshkersve nuk do të arrijnë pjekurinë. Dhe pasardhësit e një lidhje të palishme do të humbasin. Ke këtë situatë në Shqipëri, e ke, në tërë kombet e ke këtë situatë brenda në ata që citojnë emrin e Krishtit, e ke, sepse kanë Krishtin katolik ortodoks, që nuk ekziston në Bibël. Dhe nëse jetojnë gjatë, nuk do të llogariten fare, dhe në fund të pleqërisë së tyre do të jetë pa nder. Ndërkohë, prekëm dihet Tobitin si tha, një njeri tha i drejtë dhe i shuar tha dhe fisnik, njishe ai. Njishe. Nëse vdesin të rinj, nuk do të kenë shpresë, as ngushëllim në ditën e vendimit, në ditën e gjykimit. Sepse fundi i një brezi të padrejtë është i hidhur. Është i hidhur. Problemi, ata që shkelin ligjin janë të padrejtët. Dhe thot nuk ringjallen atë ditën. Vazhdo me 4. Vazhdo me 4 dhe mos ndaj mbyll. Më mirë se kjo është mungesa e fëmijëve me virtytin, thot, me urtësinë, sepse në kujtesën e virtytit është pavdekësia. Urtësia që vërtet në rrugë, ndërkur atë thjeshtë do pëlqejë thjeshtësia, thot, dhe flet më së ndaj komplet që në vargu 20 deri në 33, që në fillim për pendimin që të derdhë frymë e shenjtë, pendohesh nga shkret e ligjit, dhe vazhdon më së ndaj, thot, deri në fund të unë thira po ju së dëgjuat, thot, nuk u penduat nga shkelet e ligjit, të hani frutat e sjelljes tuaj, dhe më së ndaj, thot, do vi gjykimi. Ndërkohë po ta zbatosh ligjin, vjen pavdekësia, nuk mëkaton. Sepse ajo njihet si nga Yahweh, ashtu dhe nga njerëzit. Urtësia atit. Kur është e pranishme, njerëzit e imitojnë dhe dëshirojnë kur të ketë ikur. Do të dëshirojnë kur të ketë ikur masandaj, kur të vi gjykimi, po nuk do të jetë me. Nuk do të jetë me koha e pendimit nga shkelet e ligjit. Ndërkohë që nuk e dim çfarë ndodh në jetën e një personi. Se tha atë që foli, nëse jetojnë gjatë, okay, por nëse vdesin të rinj, kjo nuk dihet.
kur është e pranishme, njerëzit e imitojnë dhe e dëshirojnë kur të ketë ikur dhe gjatë kohës ajo marshon dhe e kurrëzuar në triumf, fituese në garin për çmime të panjolla. Shpërblimin në atë ditë kur vjen Mesia. Por pasardhësit e frutshëm të pabesëve nuk do të jenë të dobishëm dhe asnjë nga fidanët e tyre të palishëm nuk do të lëshojnë rrenjë të thella ose nuk do të zenë një vend të fortë. Okej. Edhe shikojmë çfarë thotë prap. Çfarë thotë një nga psalmet për jetën e përjetshme, për profecitë e jetës së përjetshme. Biri këtë rast foli, por shkon të jatin, Davidi. Biri Solomoni foli. Psalmi 37. Largohu nga e keqja, nga shkelit e ligjit, bëj të mirën dhe do kesh një banesë të përjetshme, dhe po flisë për banesat të përjetshme, sepse Jahue do drejtsinë dhe nuk ka për të braktisur kurrë shenjtorët e tij që zbatojnë ligjin, sepse ata persona kishin ligjin e tij në zemrat e tyre. Dhe hapat e këtij personi nuk do të lëkunden, nuk rrëzohet, nuk rrëzohet, por një person që nuk ka ligjin, hapat e tia rrëzohen, sepse fidanët e shkeleve të ligjit janë poshtë dhe nuk zenë një vend të fortë. Nuk janë të themeluar, do t'ju bëj shtyllën në tempullin e Zotit tim, sepse keni praktikuar ligjin e Atit tim, keni besuar tek mua. Ndërkohë, personat po flet për palishmërinë. Nuk do të zenë një vend të fortë, sepse nëse lëshojnë në degë për një kohë, duke qenë të pasigurtë, ato do të tunden nga era. E merr byku e merr erën. Era me bykun, po si byku që merr era desha. Në Psalmi 1, ku nuk mediton tek ligji i tij ditën e natën. Ashtu thotë si byku që merr era, dhe era merr, dhe dhuna e erave do të shkulen me rrenjë. Këtu po flet për trëngimin e madh. Do vi, thot, do shkulen, thot, njeri do hiqet, tjetri do ngelet. Ai që ngelet, ze vend të fortë. Kurse ai që do hiqet, është hequr nga goditja, është shkullur me rrenjë. Degët do të thyen para se të piqen, dhe frutet e tyre do të jenë të padobishme. Jo të mjaftueshëm të pjekur për të ngrënë dhe të padobishëm, sepse fëmijët e lindur nga lidhje të paligjshme janë dëshmitar të së keqes kundra prindërve të tyre, kur Jahue i shqyrton. Lidhje të paligjshme. E 2 Korintasve 6. Ç'lidhje ka bali, thot, shkelet e ligjit me ecën drejtësi që Mesia pati, bijt e Elohim. Por i drejti, ja me njerë, i drejti që zbaton ligjin, dhe nëse vdes herët, ai do të jetë në qetësi. Do pushoj për një kohë derisa të vishet nga pavdekshmëria. Sepse pleqëria nuk nderon për një kohë zgjatje, as nuk matet me numër vitesh, sepse njeri ka numra përpara, unë eca përpara, kam kaq vite, ti nuk e di kush jam unë. Ndërkohë, urtësia nuk matet me numra vitesh. Por kuptueshmëria është flokë të thinjur për njerëz në një jetë të pafajshme, në pleqëri e plotë. Të pafajshme, se po kishim veni me ai që zbatonte ligjin, të drejtin, që do kishte kuptueshmëri. Në një jetë të panjolla, të pafajshme, duke mbajtur ligjin Atit.
ishte një që, ishte një që, dhe një që i përqeu Elohim dhe u desh prej ti. U desh prej ti. Para Korintasve 8. E një atin duke zbatuar ligjin. Dhe kështu je i njojtur prej ti sepse e do Zotin Jahve. Je i njojtur prej ti, je i dashur prej ti. Zbaton ligjin e tia. E nderon atë në mos shkelit të ligjit. Ndërsa jetonte midis të paligjshme mëkatarëve, u mor lart. U mor lart. U shkëput. U mor lart. Po flet për shkëputjen, Shelomoni, që i bie që apostulli Shaul elaborovi prej urtësisë së Shelomonit, që ishte 1500 vjet ndoshta përpara apostullit. U mor lart, u shkëput. Ndërkohë pak më përpara foli për goditjen masandaj, që do shkuleshin me rrenjë. Ndërkohë, Mesia lidh pa udhësinë në Mateu 13 me gjykimin. Me egjërën. Egjëra. Egjëra shkaktohet nga shkelit e ligjit. Ai u rrëmbye. Dhe u rrëmbyen disa që praktikonin ligjin, të drejtët. U rrëmbyen nga e keqja që të mos ndryshonte të kuptuarit e tij ose mashtrimi të mos ja mashtronte shpirtin. Psalmi 125. Që autoriteti dhe skeptri i të pabesve të mos qëndrojnë mbi të drejtin. Për shkak të zgjedhurve kohët u shkurtuan. Ja, që të drejtët të mos ndryshonin masa të mos mashtroheshin në shpirtin e tyre. Sepse magjepsia e ligë e rrison atë që është e mirë. Dhe dëshira e dendur shtrembëron mendjen e pafajshme. Do thotë që ti e shikon sepse Hava Eva pa që fruti ishte i mirë për ta dëshiruar. Ndërkohë aty ishte magjepsia e ligësisë. E pati dëshirë sepse dëshirovi frutin. Dëshira e endur shtrembëron mendjen e pafajshme. Ajo ishte pafajshme, por u shtrembërua në mendjen e saj. Prandaj, vëllezër, kur ti shikon diçka që të duket e mirë në sy tënd, ndalo për një moment, arsyeto në ligjin e Atit, ose bëj pyetje, kjo gjë është e mirë, është e pëlqyeshme përpara Atit? Sepse mendja tonë mund të shtrembërohet për momentin. Dhe ne na duket, mësandaj si gjë, po ja, si pa faj ngjante. Duke u përsosur në një kohë të shkurtër, ai humbi vite të gjata. Magjepsia po flet. Magjepsia e ligësisë, që është konteksti, që kjo rritet, mësandaj përsoset në shtrembrim, mësandaj të mendjes, dhe përsoset në një kohë të shkurtër bileso, nuk do kohë të gjatë. Përsoset në një kohë të shkurtër, ai mbushi vite të gjata. Tash duke u përsosur në një kohë të shkurtër, ai mbushi vite të gjata sepse shpirti i tij ishte i kënaqur me Jahve. Prandaj ai mori shpejt nga mesi i ligësisë. Okej. E hoqi para kohë këtë po thot. Po. U përsos në një kohë të shkurtër. U hoq në këtë rast, u perfeksionua, u përsos, u ringjall. Dhe masandaj mbushi vite të gjata për jetën. Sepse çfarë? Ati dha shpërblimin sepse ishte i kënaqur me Zotin Jahve. Prandaj ai e mori këtë person shpejt. Për ata që thotë vdesin të rinj, nga mesi i ligësisë. Ata që vdesin të rinj që janë me Atin, nuk po flasin për goditjet masandaj të tjera gjëra që po flasin ata që janë të drejtë duke zbatuar ligjin, sepse ata janë të kënaqur në rast përpara Atit Jahve.
Megjithatë popujt panë dhe nuk e kuptuan, as nuk e morën për zemër një gjë të tillë, se sehiri dhe mëshira janë me të zgjedhurit e tij dhe ai kujdeset për shenjtorët e tij. I drejti që vdiq do ta dënojë të pabesët që janë gjallë. I drejti që vdiq thot do të dënojë të pabesët që janë të gjallë. Ndërkohë, ke të drejtin që vdiq, Abelin, që po thëriste, masandaj prapë Enoku thotë që thotë po thëriste Abeli kundra brezit të Kainit thotë, për të dënuar të padrejtët, të pabesët, që janë gjallë. Dhe rinia që përsose shpejt do të dënoj pleqërinë e zgjuar, do të dënoj pleqërinë e zgjatur të njeriu të padrejtë. Tu përsosja ka fjalën ringjallja, sepse ai drejti vdiq. I drejti që vdiq, prandaj ai drejti që vdiq i ri dhe u ringjall, u përsos shpejt në trupin e përsosur. Dhe pasandaj do dënojë dhe pleqërinë e zgjatur të njeriu të padrejtë, sepse ata do të shohin fundin e njeriu të urtë. Tu është Ezra që në kontekst, ndërkohë Ezra që në atë ditë të padrejtë do shikojnë lavdinë e të drejtëve, e njerëzve të urtë, dhe nuk do të kuptojnë se çfarë kishte ndër Yahweh për te, dhe për çfarë e mbajti të sigurtë njeriu në urtë. Që zbaton ligjin. Ata do të shohin dhe do të përçmojnë, por Yahweh do t'i përqeshë ata të paligjshmit. Pas kësaj, të paligjshmin ata do të bëhen kufoma të çnderuara dhe një trup midis të vdekurve për gjithmonë. Sepse atë Yahweh do t'i rrëzojë, thot, për tokë pa fjalë dhe do t'i shkundë nga themelet. Ata do të meten krejtësisht të thatë dhe shterpë dhe do të vuajnë nga mundimi dhe kujtimi tyre do të zhduket. Ata do të vinë me tmerrp kur mëkatet e tyre të llogariten dhe veprat e tyre të paligjshme, skelit e ligjit do t'i dënojnë ballë për ballë. Shko sa hapur flet shkrimi tia. Ndërkohë, ishte puna e virtyti që prekëm pak më lara, por nese, s'ka rëndësi. Urtësia Sholomonit, urtësia atit që i dha, që ai kërkovi, do të veprat e shkeleve të ligjshme, të paligjshme, do të dënojnë atë ditë ballë për ballë. Prandaj tha Mesia, thotë, kush është i drejtë, le të vazhdoj të jetë i drejtë, kush është i paligjshëm, le të vazhdoj të jetë i paligjshëm. Sepse në atë ditë thotë unë do vi për të gjykuar veprat e tyre. Veprat e paligjshmërisë do gjykohen. Veprat e shkeljeve të sabateve nëse nuk je penduar. Veprat e festave pagane, Janusin, Valentini, komunione katolike, pemë, ditëlindje, dita e verës, vezët, qirinjt, ikona, ato janë veprat e paligjshme që si nëna katolike, si bitë protestante kanë sot. Nëse, kjo ishte çfarë munduam të sjellim në ndërgjegjen tonë disa urtësi që po bërtasin nga qielli për lavdi të tij. Aleluja. Faleminderit për ti që ndoqe deri tani, lavdiatit që na qëndrove, normal që ky mësim u nda sepse ishte i gjatë, pothuajse 4 orë, por prandaj merr në zemër, praktikoje, i zbatuesi ligjit dhe jo të rast dëgjues vetëm, dhe kështë ndryshe gënjen veten, se gënjeshtarët nuk hynë në qytetin e ri Jeruzalem e ri. Prandaj Jakobi një flet për fjalën që është ligji përsosur që do të ngulmojmë. Lavdi emrit të tij. Për ne të besës tu, vëlla motër, faleminderit që ndoqët deri tani, është ora 1:30 natës, që në orën 9 kur filluam.
lavdi emrit të Tij. Shalom, shalom, natë e mirë, në të ardhmen.